Në momentin që dikush vjedh vota, ajo është mendësi e plaçkës. Nëse dikush shkon me mendësinë, me vjedh vota në qendrën e numërimit, ajo është mendësi e plaçkës. Nëse ai plaçkit, nëse komisionerët, se nuk po du me vënu gishtin drejt askujt, për arsye që pa marrë vendim prokuroria, ne nuk e dim kush është fajtori, se kush është në krye të kësaj skeme të organizuar kriminale. Mirë po nëse ne dikush bën plaçk, vjedh vota, bën plaçk në QNR, ai natyrisht që bën plaçk edhe në parti. Është mendësi e tillë, është frymësim i tillë. Ka njerëz që qëndrojnë për gjëra të tilla. Kështu që natyrisht për ata plaçk, a vjen po njëjta edhe për rastin e Prizrenit, me lidhjen demokratike në Prizren, duke përfshirë Zyrtin Selmana nuk po atë do me thonë nuk po flas për individ, për arsye që unë nuk jam hetus, as nuk jam prokuror me e ditë kush e ka organizu. Ka ka pos që kanë qenë të ju kanë shtu votat, mirë po janë distancu edhe kanë thonë që ne nuk jemi në dieni ose nuk jemi të përfshin. Kështu që unë nuk po du me paragjyku epilogën përfundimtar që përfundon. Unë besoj fuqishëm që gjithë kolegët e mi që kanë qenë kandidat nuk kanë qenë dieni për këtë skemë që është bo. Mirë po fatkeqësia këtu është që komisionerët janë të dërguar prej partive politike. Edhe mas ne qëtu po du me u lidh me atë që e the edhe ti më herët që është një farë beteje ndaj reformës. E natyrisht që ata që e kanë mendësi vjedhjen, natyrisht që atyre nuk ju konvenon, e as nuk ju pëlqen